Po sot është një ditë pikëllimi për të gjithë. Unë personalisht nuk besoj që ai do të lejohet të paktën nesër që të marrë pjesë në ceremoninë e varrimit. Po sot është një ditë pikëllimi për të gjithë bashkëpunëtorët e presidentit Thaçi, po mbi gjithë është një ditë pikëllimi edhe për familjen e presidentit Thaçi, për fshatin Buroj këtu, por edhe për krejt Kosovën. Sot ishëm bashkë me kandidatin për kryeministër të Partisë Demokratike të Kosovës, zoti Bedri Hamzën, me zotin Bekim Çollakun dhe të tjerë për të shprehur ngushëllimin në familjen e presidentit Thaçi. Siç e dini tashmë komuna e Skënderajit do të ofrojë një ceremoni të dinjitetshme për varrimin e Haxhi Thaçit, babait të presidentit Thaçi. Pra nesër, duke filluar nga ora 9, do të ketë homazhe, në ora 12 do të ketë një akademi për kujtimore, ndërsa në orën 15 do të bëhet varrimi i ndjerit këtu në Buroj. Po nuk kemi deri më tani informacione, por hapi logjik është që mbrojtja tashmë besoj e ka bë kërkesën për pjesëmarrjen e presidentit Thaçi në ceremoninë e varrimit, ndërsa duke parë padrejtësitë që në vazhdimsi i ka përdorur kjo gjykatë ndaj krerëve të UÇK-s, unë personalisht nuk besoj që ai do të lejohet të paktën nesër që të marrë pjesë në ceremoninë e varrimit, ndërsa për ditë tjera mbetet të shihet nëse ata do të lejojnë.